Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro ka vijuar inspektime në plazhet e Bregdetit Jon. Edhe në Bashkinë Himar, pas aksioneve për lirimin e plazheve, hapësirat publike pothuajse janë dyfishuar. E shoqëruar nga ministri i Brendshëm Ervin Hoxha dhe kryetari i Bashkisë së Himarës Vangjel Tavo, Kumbaro kërkoi bashkëpunimin e policisë kufitare për respektimin e rregullave të mjeteve të turizmit detar. Ka mbaruar gjithë procesi, gjithë afati i shpërndarjes plazheve dhe ajo që na duhet dhe që në Himar ka funksionuar është bashkëpunimi edhe me Policinë Bashkiake, edhe me Agjencinë Kombëtare të Bregdetit dhe me strukturat e Policisë së Shtetit. Problematikat pak a shumë e jemi tërë kohën në komunikim me kryetarin e Bashkisë, janë disa herë zaptimet e padrejta të plazheve dhe angazhimi i policisë shtetit dhe mos i policisë kufitare është shumë i rëndësishëm për të garantuar sigurinë e jetës për ata të cilët përdorin aktivitete turistike detare me jetski dhe me skafe. Edhe gjatë inspektimit në plazhet e Himarës, ministria kërkoi nga të gjitha administratorët e plazheve private të respektojnë distancën 2.5-3 metër buzdetit si hapësirë publike, si dhe koordinimin mes Bashkisë dhe Agjencisë Kombëtare të Bregdetit për mirëmbajtjen dhe pastrimin e plazheve. Dua ta theksoj sërish edhe shumë e rëndësishme edhe për AKB-n edhe për Bashkinë. Praktikisht, sipas rregullores, në një plazh të tillë të kufizuar, distanca midis buzës së detit dhe rreshtit të parë të çadrave dhe kur kemi të bëjmë me plazhe të menaxhuara nga subjekte privat, duhet jetë 2.5 deri 3. Dhe në atë pjesë është absolutisht e drejtë publike dhe që të vendosin secili mund të pushojë të vendosi veshjen e vet, karrigen e vet. Distanca është ruajtur, ministre, kështu që distanca është ruajtur. Ajo që unë dua të theksoj është të tërheq vëmendjen e administratorëve të këtyre plazheve. Nuk kanë asnjë të drejtë të ndalojnë pushuesit të ulen. Mëtej, ministria Kumbaro kërkoi bashkëpunimin e Policisë së Shtetit për të lehtësuar trafikun në qarkullimin e automjeteve gjatë periudhës së pikut, veçanërisht gjatë fundjavave. Lidhur me planin e masave të Policisë së Shtetit për sezonin turistik, ministri Hoxha tha: Kemi ndërmarrë një risi të re këtë vit për të shtuar forcat e policisë, të cilët do të jenë të stacionuar në Vlorë dhe përgjatë gjithë Bregdetit. Drejtoria e Policisë Vlorë është shtuar me 95 forca policie. Këtë sezon. Vetëm për këtë sezon, të cilët në krahasim me sezonet e tjera do të jenë të caktuar në detyrë përgjatë gjithë 4 mujorit në drejtorinë e policisë qarku të Vlorë. Ata do të shpërndahen sipas nevojave dhe do të kemi në çdo vit bregdetare 2 punonjës policie të patrullës të shoqëruar me një agent policisë. Këto do të bëjnë të mundur monitorimin e çdo plazhi dhe ardhin në ndihmë të çdo qytetari për sa i përket këtij sezoni, i cili do të jetë i monitoruar plotësisht me të gjitha forcat e policisë. Kryetari i Bashkisë Vangjel Tavo nga ana tjetër u shpreh se janë marrë të gjitha masat dhe është komunikuar me bizneset për lirimin e hapësirave, menaxhimin e mbetjeve dhe bashkia po bën përgatitjet e fundit për mobilimet e plazheve publike. Sipërfaqe publike pavarësisht kësaj këtu, dhe unë këtu ka menduar që të vendos çadrat e bashkisë. Do vendosim në disa vende dhe do të jem falas për gjithë qytetarët. Kemi siguruar një numër rreth 250 çadra, të cilat do t'i shpërndajmë në dhe do të jem falas për banorët. Për banorët ose për pushues? Për çdo pushues. Gjatë qëndrimit në Himar, ministria Kumbaro u takua edhe me pushuesi dhe me biznese që kanë biçbar për problemin e zhurmave në mjedis.